tani, fix për 1 maj. Si rinë dritë, staying alive. Staying alive, gjallë. Unë mendoja se është stay in the light me. Unë këtu. Ama e kam pushim sot çke. Heq dorë. Përfundimisht. Se ishte e bukur, është më bukur rinë dritë se sa rinë gjallë. Rinë gjallë. Rinë gjallë, morë rinë dritë. Tani, që është e vërteta sot, a di pse jam kështu si... Të pas ka lodhur ky 1 maj. Se është 1 maj sot. Pas ke protestuar sot. Doli rryli, mor. Kam hongra shumë mish. Sa m'ka dalë rryli m'ka dalë të hongur. Tani, problemi është këtu. Pyetja është këtu. Vajza, përshëndetje Ese, si përshëndetje vajza. Mbrëma, vajza. Tani, problemi është këtu. Si ka mundësi që neve tani nuk e ndajmë dot këtë histori? Çfarë do të ndash ti? Dhe me thonë, a është gëzuar 1 maj apo është protestuar 1 maj? Gjithmonë kemi gëzuar për 1 maj. Ju po. Sot i vesha çorapat e bardha dhe dola për piknik. Pse çfarë do bëja tjetër? Edhe sandalet. Jo, sandalet jo, po atlete. Dole ti edhe homelale, pas ke ble sandale. Tani, që është e vërteta, ne kemi festuar gjithmonë 1 maj, edhe dikur. Në atë kohë meshim ato, me atë kështu. Me atë, qa quhet e? Që e fjallën? E, pa me atë shtrojnë e bukës. Jo, presim në s'ka më. Ja, hapa atje, pap, domate, Frabezim. Kape bukën këtu, futet djathin të gishtat edhe domaten këte me i dorë, se tjetra ishte në gjepe, kuptoti për 1 maj. Kështë hanit ju në Shkodër do me thënë domaten, se ne, jo. E, ma, edhe kur s'kishin djath për shemull, kalonde në i vajzë e bukur aty afër dhe ku më ra djathi, mërë, ku më ra djathi, dhe me këqe e kom po. E kemi gjëndje për në ra, ha? Në ra. Dhe mirë po në gjithë botën, Gjemi, janë disa... Po, bëhen tubime, protesta, kështu do t'jetë normalisht 1 maj. Normalisht, që protestohet për hate punëtorëve. Punëtorëve, po. Tute neve... Tute neve? Ha me pim, po ja të pysim popullën njerë. Që kanë bërë sot? Po, qëfar planesh kanë patur? Qyteti veshi festën e festës. Sot është festa e punës sonë bajqësore, dita e solidaritetit ndërkombëtar të punonjësve të gjithë botës. 1 maj. Ca festojnë, ca protestojnë. E drejtë e tyre. Kemi punëtor sot ne? S'kemi. Se s'ka sindikata. Ikën punëtorët. S'ka sindikata. Zotore, dhe ke qenë punëtor? Po si. E ku ka punu? Edhe ti punëtore? Po. Mbaj fort. Se këtë kemi, s'kemi tjetër, ty të kemi. Gëzuar 1 maj. Hajde gëzuar, ja gëzuar. Punëtor nuk ka në Shqipëri. Kanë trastuat dheun. Unë nuk më bëhë thirje, kthehin atë dhe. Në momentin që unë vi shef qeverie, do ktheheni me pahir. Do kthe une. Me letra, pa letra. Fajtor janë gjithë politika, e gjithë klasa politike. Se do ullën gjujnë para punëtorit. Unë ullën gjujnë para punëtorit. Po ka punëtor? Jo, s'ka. Po t'ere sulin. Jo, ullëm unë para punëtorit. Ullu. Po punëtor s'ka në Shqipëri. Pra ndaj sulesh asti. Edhe ku t'ullëm unë? Mos ull. Raft 1 maj. E në thëmë një fjalë, parti e në verë, jemi gati kur do herë. Populli ka humor, si. Po s'ka, ka një gjëmën e Greqi, në këte janë e, s'ka, pak ka këtu. Kur do përnë? Qëfar do bëjmë me këtë 1 majin? Që do bëjmë? Bilegojnë. Nuk shikojmë netu ati? Ku janë uzinat, fabrikat, apo? Ato i di sala, që i shkatroje me Po, themel. pse si bëri këtë tjetëri? Fajin e Kasaliu. Po qa të bëjmë për para ky more, ba? Qa të bëj, a s'ka qa Po bëj? qa të bëjmë për para, more? Jo, s'ka Qa të bëjmë për para? Të bëj drekën atë, bëj darkën atë, shkundi Po shpina. lere drekën e Po leo darkën tash ti. ti, s'ka që bënë, po ka letë. Po s'ka ore qa të bëj? S'ka ore qa të bëj? Ku ka? Ku ka, more, ba? Nuk ka. Në atë kohë? Unë kom punu morator, Po festonit 1 majin? Po, feston, ka qenë festu për para. Tani s'ka, ma. Po me s'pëndjohat, ma. Tani bet pushim. Pa. Kurse sot, bo 30 vjetë që kur, 35 vjetë që kur ka hyrë demokracia, Vetëm e bëjmë pushim. pushim. Kaq. Birën e more, Pa. Shkopje, gëzuar 1 majin. Faleminderit. Vasil, merri qaj me tjetë atje. Po to s'ka pra punëtor, Ku mo, jam, ka në hik pra. Ku? Ku ka në hik? Unë ku t'i kem punëtor? Ajo, s'ka pra ku qe punëtor, mo. Ku t'i qesh punëtor? Po 1 majin e festojmë pa punëtorne. Pa punëtor, Po do? që na gjetë. Edhe qesht, jo, po s'ke punëtor t'i qesht. S'ka pra punëtor, pra. Mirë, roft 1 maj. Absolutisht nuk kemë, sa ka nikur të gjithë. Ti punon për vete? Unë punoj, Që është punëtor? punëtori. Ja, vetëm ty të kemi. Po. Shikoj që kemi një punëtor.
Po me impunëtor do bëhet Shqipëria. Po ne bëjmë festë edhe me një. Po të kishim ne shumë do bëjmë festë për ditë. Na del ti, jo për një maj një botë kemi. E gëzuar festën. Gëzuar. Ka hikë për punëtor, s'ka punëtor. Ka hikë për shetet e huja. Si do bëhet kjo punë? Shkëta festojnë këta zagar që jemi. Hajë mirë pafë. Zakar janë këta që festojnë? Jo. S'ka punëtor, s'ka klasë punëtore. Edhe këndoni ata. Ngrehuni ju o të munduar, ju turët s'klevëran e ma. Nis. Këndo sa të duash, se t'i gjon njeri. E di, ja dhe unë pëshova. Ku ka punëtor more? Si është ka punëtor? Ka një ku punëtor të vla. Po si do vej kjo punë? Më thëllë. I mbanë mundi ato koncertet e mëdha që bërë, koncertet e majtë, punë... Pora, parada. Manifestime. Parada, vla, parada. Jo parada, manifestime që është. Po, kështë dhe parada. Një maj. Parat për çfarë? Ishte parada e ushtrisë, Po jo, që ishte në festat e Nëndorit, mos ngatro. Pra, ku janë punëtorët? Punëtor ka nikër, ajo është dukur. Ku? Në botë. Rof një maj. Do të roj një maj, sa, po. Po gjithmonë t'jetë në fund të prillit. Po. Si qishni? Jo, më ka dhe klasa punëtorës vetë herë. S'ka mu. Të rojme ta kujtojmë. Po. Mi që ndosh. Na ishte një hera. Të rroni fjetë. Faleminderit. Kështu vetë. Faleminderit. Moj Gjemi, nese, ne do vazhdojmë të merremi me një majnë, me punëtorët, me hallet e tyre, dhe sidomos me sindikatat që këtu është bërë dhe një mishmash i Rëndësishme vërtet. është që janë sindikatat. Po se çfarë bëjnë dhe çfarë funksioni kanë, nuk ka rëndësi kjo. Që është e vërteta, Gjemi, de jure janë dy grupimet mëja, po de facto s'është asnjëra. Do ta shpjegoj pak më vonë. Po si fillim mirë, Sa shumë di ky. në 069 33 33 313, numri vënë dispozicion për ne, nga ne për ju dashur miq, do lexojmë disa halle probleme që keni ju në përditshmërinë tuaj. Do rrim në Tiranë, Gjemi, prej 5 vitesh ne përmbytemi, thot, gati nën tokë i pallatit ku janë ende pompat e ujit dhe rrezikojnë të na prishën nga lagështia. Ç'është kjo kështu? Këtyre po i shkërmoqen themelet me këtë ujë. 10 ankesa, por asnjë përgjigje për ne. Jemi disa banor, shiqa adreset tash. Të një pallati 15 katësh pas 9 katësheve. 15 katësh pallati, Po pas 9 katësheve. dhe themelet janë përmbytur Po praktikisht. janë përmbytur. Ankohemi për gjendjen skandaloze të pallatit ton. Ju lutem ta transmetoni sepse ne jemi pa përgjigje nga institucionet përgjegjëse. Ta konsideroni me përparësi këtë çështje pasi ujërat e zeza po na qelbin. Sidomos kur bie shi, situata përkeqësohet akoma më tepër. Ujërat janë shumë pranë bokseve të energjisë elektrike. Edhe ky Po është. pra, shohim kapuj korrenti aty, pompa ky është uji, problem. të gjitha të zhytura në ujë. Situatë kritike duket. Dhe me thonë, rrezikohet shëndeti për mbi 400 banor në 150 njësi, pra apartamente si që duket, që ka pallati ynë. Tani, Pra, praktikisht ky pallat jeton mbi një kënet. edhe është afër, dhe me thonë, nga Bashkia Tiranë është fiks 37 metrë në vija ajrore. Ç'të bëj Bashkia Tiranë? Ç'të bëj? Ë? Ç'të bëj? Kanë ndërtuar kështu. Të shkoj se janë ankuar tjera. Cilësia e dovët e punimeve. Arti i luftës është arti i zhdukjes së njerëzve, ndërsa politika është arti i mashtrimit të tyre, thot Gandhi. Po, si do t'i mashtrosh nëse lufta i ka zhdukur? Është Sa e pyetja që bukur. i bëjnë Mahatma Gandhit. Jul Deda. Julian Deda. Për çdo problem ose informacion tuajnë, Fix Fare ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 33 33 313. Telefononi dhe mesazhi juaj zanor i lënë në sekretarin ton do të ndiqet nga gazetarët e Fix Fare. Bravo vajza, bravo. Është sa bukur, ë? Sa bukur kërcen për një maj. Po, për një maj. Tani, me qenë se jemi të një maj, ishim dhe në pjesën e parë dhe do vazhdojmë me një majën, sepse ne jemi jo koherent, Gjemi, me thënë drejtën. Pse? Tani, ti një majën qaj ke, përshë, fest apo protest? Fest, unë gjithë ditë nga liçeni sot. Ja, patronazhistja. Patronazhistja ka fest. Ne kemi protest. Vazhdoj traditën, më falë, që në kohën e xhaxhit ne nuk kemi protestuar ndonjëherë. Bënim parada për një maj. Kjo tregonte që punëtorët ishin mirë, ishin të kënaqur me shtetin, me punëdhënësin. Ashtu jemi akoma. Tani, Gjemi, që ta shpjegoj ty dhe publiku që po na ndjek në këto momente. Sindikatat, në përgjithësi, pra një maji, është një ditë proteste, le të themi,
Për të mbrojtur të drejtat e punëtorëve, për kushte më të mira pune. Po çfarë ndodh në Shqipëri? Sepse sot pikërisht do flasim për vdekjen klinike të sindikatave. Ç'do të thuash ti më këtë? Ta shpjegoj unë ty tash. Unë dhe ti jemi punëtor. Jemi. Unë punoj më shumë se ty, apo s'ka lidhje fare? Si më punojmë, çfarë ka? Thash kot. Dhe duhet jemi pjesë e një sindikate unë e ti, e kupton ti? Sindikata e kujt? E gazetarëve? Ti për shembull te sindikata moderatorëve, unë te sindikata aktorëve, po ti je te sindikata majtas, unë jam te sindikata djathtas. Sekond mor Juli tani se sindikatat nuk duhet të kenë ngjyra politike. Nuk duhet të kenë, e vërtet, po te neve ka, se janë dy. Sindikata është një dhe e vetme. Jo, janë dy. Përfaqëson të drejtat e punëtorëve. Ke shumë të drejtë, po kësaj radhe ke shtrembër, nuk ke drejt, sepse janë dy, konfederata që është majtas dhe bashkimi i sindikatave që është djathtas. Ju keni 130.000 punëtorë që i mbroni, dhe me interesat, ne kemi 80.000. Kaq pak? Jo, pas ka dhe më keq. Jo, po ne jemi 80.000 se jemi në opozit. Ju keni kondër. Ne kemi në opozit. Kuptova. Dhe nuk ka mundësi, nuk është e mundur, se si në një vend si Shqipëria, pra ku punëtorët kanë 1 milion halle, 1 milion probleme, sindikatat të jenë të majta dhe djathta. Po mirë, pra më thuaj pak se çfarë bëjnë këto sindikata me një maj, këtë më thuaj. Tashi çfarë bëjnë? Çfarë duhet bënin ta them unë, po çfarë bëjnë? E shohim. 1 maj, dita ndërkombëtare e punëtorëve, protest apo fest. Në Shqipëri është fest zyrtare, pushim për administratën shtetërore. Ndërkohë, në gjithë botën, kjo datë përkon me tubime dhe protesta, jo politike, por nga sindikatat. Po sindikatat tona çfarë bëjnë? A bëjnë protesta, tubime, grevaurie, e reagojnë për ndodhi, vdekje në punë, largime të punojësve nga puna, dhunime, mosdhënie në rrogave? Partitë arritën të privatizojnë edhe sindikalizmin. Dhe kjo është gjë më e keqe që mund të ndodhi një vendi, sepse në gjithë botën ato që ngrihen sindikatat, nuk ngrihet partitë. Partitë nuk bëjnë as revolt, as protest, as absolutisht asgjë. Nëse do kishe sindikalizëm, të jeni të bindur që asnjë qeveri në Shqipëri nuk do të kishte bërë dot 4 vjet. Fillimisht, pas viteve 90, është themeluar Bashkimi i Sindikatave të Pavarura në Shqipëri. Aktualisht në krye të saj është zoti Gëzim Kalaja. Çuditërisht, ky kryesindikalist është rreshtuar në krah të Partisë Demokratike. Madje ai ka dekoruar edhe ish-presidentin dhe ish-kryeministrin Sali Berisha si simboli i sindikalizmit në Shqipëri. Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë i jep zotit Sali Berisha, kryeministri i Republikës së Shqipërisë, medaljen e lartë nderi sindikalizmit shqiptar me motivacionin për kontributën e dhënë në themelimin e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë dhe si lider kryesor i proceseve demokratike në Shqipëri. Tiranë me 18 maj 2013. Kjo është hera parë dhe mund futemi ta quajmë atë librin Guinness që një sindikat i jep dekorat kryeministrit. Është oponencë e çdo lloj qeverie. Historia që fshihet pas këtij dekorimi lidhet me pronat e sindikatave. Për shembull, ish-kambi i punëtorëve në Pogradec është kthyer në biznes që për koincidencë quhet Kalaja, mbiemrin e kreut të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë. Godina është në pronësi të sindikatës e minatorëve, ndërkohë që kohët e fundit është regjistruar edhe trulli prej 12.500 m2 me vlerë 131 milion lekë. Fatkeqësisht sot punëtorët nuk gëzojnë absolutisht asnjë lloj prone, sepse kryetarët e sindikatave pronet i kanë përdorur për çështje personale dhe nuk janë marrë kurrë me sindikalizmin, po problemi ishte të administrimi i këtyre pronave, të cilat sot nuk janë më ose janë titërsuar, janë blerë, janë vënë në emër të vetë sindikalistëve. Sindikatat në këtë vendin ton të vogël janë dy dhe çudia është se njëra është e djathtë dhe tjetra e majt. A thua se janë parti politike? Ata thonë që mbahen nga kotizacionet e punëtorëve, por ne nuk e dim se sa pagojnë punëtorët me hallet e tyre. Po vdekje klinike për vetëm arsye sepse edhe kë pak punëtorë që janë në Shqipëri nuk kanë sindikat, nuk kanë mbrojtje. Nuk kemi asnjë lloj proteste të sindikatës.
Në krahun tjetër të sindikalizmit qëndron Konfederata e Sindikatave Shqiptare, me në krye Kol Nikollën. Kjo konfederat u krijua si zgjatimi i Bashkimit të Profesioneve Shqiptare, një lëvizje para viteve 90. Sërish, edhe kjo konfederat trashëgoi prona në gjithë Shqipërinë. Të dyja krahat kanë nga një sindikat në krah, siç është Konfederata dhe Bashkimi i Sindikatave të Pavarura, por i vej nëpër tavolina se ç'lidhje ka që t'i vej nëpër tavolina sindikatët, vetëm këta e dinë. Por këto sindikata a janë zëri punëtorëve? A funksionon ish shtëpitë e pushimit të punëtorëve? Fiks fare ka mësuar se ish kampet e punëtorëve dhe shtëpitë e pionerëve i u dhanë sindikatave me dekret e presidentit atëhershëm. Menaxhimi më passhëm ka sjellë tjetërsimin, shitjet, qëra të gjata, degradimin e godinave. Ato trashëguan pronat e të gjithë kampeve që ishin, se ka pas shumë prona sindikata, i morën dhe i ndanë në dy pjesë. Një pjesë ja dhanë Konfederatës, e cila u krijua më mbrapa Konfederata, ose rrjedha e Bashkimeve Profesionale të temis. Konfederata mbajti një pjesë të pronave dhe pjesën tjetër e mori Bashkimi i Sindikatave të Pavarur të Shqipërisë. Por ajo që është e keqja nuk është problemi, sepse po t'ishin edhe i takonte t'i merrte normale, po problemi ishte të administrimi i këtyre pronave, të cilat sot nuk janë më. Por kush duhet i kontrolloj dhe hetoj këto sindikata? Një nga themeluesit e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë, zoti Fatmir Mërkoçi, thotë se duhet një vetting i plot. Vettingun e kësaj e ka për detyrë ta bëjë kontrolli i lartë i shtetit. Një e para dhe e dyta ka për detyrë ta bëjë prokuroria, sepse duhet të kuptojë një gjë që duhet ta themi më mirë. Troç, ashtu siç është, pas çdo prone të sindikatës ka një politikan. Nëse do kishte sindikata në Shqipëri, nuk do kishte ky shkatrim i Shqipërisë. Jeni të bindur. Të gjithë të uzina, fabrika nuk do shkatroheshin dot. Nuk do kishte mundësi shkatrimi se do ishte sindikata. Hajde. Nuk e kuptoj, se si rrin kaq urt. Po si nuk del njeri të protestojë, more? Hëde pse? Po të paktën ju të djathtit, sindikata juaj të dalë tani në protestë, me qenë se jemi ne në pushtet. Po hëde pse? Po hëde pse? Se që kur morën pronat i Xhemi, pronat? Po, kanë marrë ca pronat. Ta shpjegoj punën e pronave, se pas viteve 90, me dekret të presidentit, të asaj kohe, u kthyn pra ato pronat që ishin të bashkimeve profesionale dikur, ju dhanë sindikatave. A ti po thua për shembull për kampin e punëtorëve? Po, këto prona, po. Janë privatizuar? Po, kanë marrë sindikata. Bukuri, shumë mirë. Shkojnë punëtorët aty tani, bëjnë pushimet aty? Ja, pyetja kthehet me pyetje. Më fal, unë edhe ti për shembull që jemi punëtorë të sindikatave, kemi shkuar ndonjëherë te kampi punëtorëve ndajt? Ke shkuar ndonjëherë ti me fjet atje? Kam shkuar, po s'kishte asgjë në atë kohë. Erdha se jam punëtore. Tani, ke shumë të drejtë, por problemi është se këto prona i kanë kthyer në biznese me motor, po fitojnë lek. Më mirë e bëjnë të ti, se nuk është se i kanë vjetur, shteti ja ka dhënë. Po janë për punëtorët, më janë për sindikatën. I shteti ja ka dhënë, okej që ja ka dhënë shteti, po për çfarë e shfrytëzon? Çfarë bëjnë këto sindikata aktualisht? A mbrojnë punëtorët, bëjnë protesta, greva apo kanë dalë në mbrojtje të punëtorëve? Dhe nëse bëjnë, si u zgjidhin hallet, ca majtas e ca djathtas, fiks fare shkoj te të dyja selit e sindikatave për t'i pyetur nëse do të organizonin ndonjë protestë, tubim, grev apo nëse kishin kërkesa për qeverinë, duke përfaqësuar plot 200.000 punëtorë. Konfederata është e majtë dhe BSPSH-ja është e djathtë. Se ndarë në këtë nivel? Dgjoj, në gjithë botën janë 2 deri në 4 sindikata. Neve do të festojmë kemi festuar çdo vit 16 majin, si ditën e fillimit të grevës përgjithshme. Ju sa punëtorë keni në Shqipëri? Janë të regjistruar të antarësuar të BSPSH? Janë gjithsesi të antarësuar janë 80.000. BSPSH-ja është e majtë apo e djathtë? BSPSH-ja është formuar me frymën e pluralizmit në Shqipëri. Fryma të djathta? BSPSH-ja dhe sindikata minatore është krijuar në një kohë që ka qenë lëvizja më e madhe në Shqipëri. Ne jemi krijuar për herë me Partinë Demokratike. Ne jemi fryma e djathtë. Nuk ka qenë organizimi i fundit që ju keni protestuar, pothuajse në gjithë Shqipërinë? Me 16 maj. Në 16 maj do bëhet protest apo fest? Me 16 maj është forma e protestës tonë. Këtu jemi tek godina e Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë. Është kjo godinë 4 katçe e ndërtuar kohët e fundit. Më parë, kjo sindikat ka pasur pronat e saj në kombinat. Sa punëtor keni? Ne kemi 120.000 punëtor. Keni organizuar një protest në 1 maj? Do organizoni protest? Jam atë po merr.
Është fest apo protest? Protest, nuk bëjmë festa, në maj nuk e njohim për fest, punëtorët nuk e njohim për protest. Këtu është godin që ka ndërtuar Konfederata? Po. E ka bler? E ka bler. Mund ta dim vlerën? Me qenë se ju përfaqësoni 120.000 punëtorë. Dhe këta 120.000 punëtorë, kontributet e tyre, dhe ata kanë të drejta të dinë. Vlera e kësaj Konfederate, e kësaj godine është 120.000 punonjës. Sa është vlera? 120.000 punonjës para. Sa është vlera? Po nuk e di vlerën, se vlerat nuk merrem me shifra. 1 milion, 2 milion euro? 2 milion, 1 milion. Kontributet e gjithë punëtorëve? Po. Që kanë shkuar te kjo godin? Po. Vlera e kësaj godine është 120.000 punonjës, kaq. Vlera të tjera kemi shumë gjëra të tjera, ne kemi të ardhura të tjera. Po, kemi të ardhura të tjera, se kemi prona të tjera, kemi qera, kemi gjitha gjëra. Ne kemi ne ka dhënë shteti me qeveria, presidenca me dekret president. Pra 130.000 punëtor Majtas, te sindikata Majtas, 80.000 punëtor te sindikata Djathtas. Ne është bërë ndonjëherë ndonjë protest, ndonjë grev për shembull, ë? Po ça flet më, po ça flet. Po këtu ka 1.000 hallë punëtorë, po as si grev as si protest sepse tashmë pra janë të kënaqur, domethënë që paguhen atë zezë, që punojnë orar pa orar. Jo, mos janë të kënaqur punëtorët. Punëtorët ankohen, po këta që drejtojnë këto sindikatat janë të kënaqur se i kanë marrë pronat, kanë kry punë dhe e kanë ulë zërin. Pra flasin ullët. Ska protesta, Fare? Ja, për shembull, në Pogradec, që ta dishte ish kampi punëtorëve, është aty, ekziston, po patjetër, dhe për çudi, emrin ka mbi emrin e kryetarit sindikatës. Kalaja? Kalaja, po. Oh. Po si ka mund të... Po, dëgjoj, ja, shumë mirë që quhet Kalaja tani. Kjo duhet të jetë një koincidencë shumë e bukur në fakt, si do ta quanim? Minatori? Punëtori? O tingëllon dhe bukur, more? Shumë bukur tingëllon, po problemi është që është pak si biznes, se kupton, ajo është një pronë që është marrë për tjetër gjë. Megjithatë, është koincidencë. Koincidencë. Po s'u merr kështu me këto cicmicet e vogla. Ju si Bashkimi i Sindikatave të Pavarur të Shqipërisë, sa punëtor përfaqësoni? 81.000 punëtor. Bashkimi i Sindikatave të Pavarur të Shqipërisë dhe Sindikata Minatorëve të Shqipërisë e ka lindur në Partinë Demokratike. Kanë një ditë që kanë lindur bashkarisht. Dhe ju jeni me Partinë Demokratike? Po sigurisht që po. Edhe Konfederata që është këto është me Partinë Socialiste. Pse është kjo ndarje? Ju e dini mirë. Jo, e dim shumë mirë, prandaj ju pyeta, pse ju? Jemi ndarë që nga viti 1990. Po të mbani krah politik. Kjo nuk i ndihmon 80.000 punëtor. Tani po ja them prap. Tu po flet si politikan, nuk po flet si sindikalist. Unë jam sindikalist. Jo, duke qenë se do shkoni në mitingje, duke shkon, nuk zbesoj që t'jeni sindikalist. Nuk japim ne se a duhet të shkojmë në partinë, a do të shkojmë në protesta apo nuk do shkojmë. Jo, ju nuk shkoni protestë, shkoni dhe mitingje, shkoni dhe fushata elektorale me partitë të caktuar. Kemi drejtat tona. Aq më tepër që keni dekoruar dhe ish president dhe ish kryeministrin me Kemi bërë shumë mirë. Ne kemi bindjen tonë për këtë punë. Pronat e sindikatës, pronat e konfederatës. Çfarë është bërë me këto pronat? Ata që janë në shërbim të punonjësve të Shqipërisë. Si janë në shërbim? Unë po të them ty. Në çdo vit Bashkimi i Sindikatave të Pavarura Shqiptare dërgon 200 vet ose 250 veta nëpër kampet për të pushuar. Pjesa më e madhe kampeve janë dhënë me qera, janë tjetërsuar. Kampi Dajtët është shkatruar që nga viti 1990. Në Pogradec vijon. Në Pogradec vijon, matje, hoteli mban dhe emrin pronarët. Për këtë ka arti. Jo, nuk ka marrë për këtë. Për emrin tim Kalaja që është. Po, Hotel Kalaja. Është një nga pronat, po, që ka Hotel Kalaja. Asta që kam bërë emrin tim. Keni lidhje me atë pronë? Ja, absolutisht. Nuk është juaj. Nuk është juaj. Nuk kam përfituar familjarët e tu me pronat, nuk kam përfituar nga pronat e Bashkimit Sindikat. Sindikalizmi apo mora për pronat? Për të gjitha erdha për të pyrë. Marova puna. Për të gjitha po ju edhe një herë. Ju nuk keni lidhje. Kampin e Pogradecit e kanë marrë pronarët. Sa restorante me emrin Kalaja, të gjithë janë të mirat. Jo, ne po flasim për pikërisht këtë pronë. Po e mbyllet intervistën. Ju përfaqësoni 80.000 punëtor, merrni kotizacioni, keni pronat, keni dhe pronat, administroni dhe pronat, dhe ndaj po ju pyesin drejt për drejt. Ndaj po ju pyesin drejt për drejt. Tani po më fole si politikan, më fole si biznesmen. Nuk më fole si sindikalist. Mos më tash. Gëzim Kalaja u cilësua si djathtë, o Hajdar Sinani, sekretari organizativ i Konfederatës,
Si e cilëson sindikatën ku bën pjesë? Ju jeni Konfederata e Majt apo e Djathtë? Ne jemi Konfederata e Punëtorëve. Partitë janë të Majta të Djathta, sindikata është gjithë e Majt. Konfederata e Majt është. Ju si jeni vetë? Të Majt apo Djathtë? Sindikatat janë të Majt, ne jemi të Majt. Të dy ishin tepër nervoz. Ne nuk i akuzuam për vjedhje, por thjesht u kërkuam që të përcjellin zërin e punëtorëve që përfaqësojnë. O të kyçër e sindikatës. Ne kemi kështu, këta ka kështu. Nuk e kuptova gjithë nervozizëm, me thënë të drejtën. Jo, asun se kuptova, po shiko sa bukur thot. Po normal me thot që është e djathtë thot, se është themelu. Edhe është normale, është themelu në të njëjtën ditë me pëdon. Patjetër e respekton. Ditë e shenjtë, po. Tani kur do vim ne në pushtet, që ta arrisim sindikatën ta çojmë më shumë se ju. Ka 130.000 që keni ju, ta çojmë 157.000 neve të tjerët. Edhe po ndodhi kjo pastaj, do i përfaqësoni juve hallet e punëtorëve, ë? Tani kjo është pyetja. Do gjini zërin? Tani kjo që bën Xhemi është pyetja $1 milion. A do t'i përfaqësojnë hallet e punëtorëve këta dy sindikata që s'ka nevojë me qenë 2 e 6 e 17, po mjafton një e madhe e fort dhe që të ketë tamam në prioritet hallet dhe problematikat e punëtorëve të cilët s'kan minimumin etik, të cilët kanë pagat vogla, të cilët kanë kushtet këqija pune e kështu me radhë. Dhe jo, dy sindikata, dy grupime sindikatash që njëri Majtas për sa kohë trin pushtet e Majta. Edhe që mban edhe nga kotizacionet e punëtorëve, ë? Po, punëtorët që gjysma mund të jetë pa punë. Çka kotizacion? Ai 2000 lekë shtyre i mban. Ai 2000 lekë i mban, po. Dhe pjesa tjetër djathtas. Pra, mirë thot Xhemi, po ju djathtit pse s'protestoni kur janë këta Majtas? Se asa ta Majtas nuk do protestojnë kur t'jemi ne djathtas. Janë mirë, kur të themu që janë mirë, po s'më dëgjon. Kështu që unë shpresoj shumë që të kemi një ndërgjegjësim në këtë drejtim edhe nga punëtorët që janë antar, le themi, këtyre grupimeve të sindikatave, që, shiko, 1 maj tjetë një ditë, jo vetëm 1 maj, mëse 1 maj është një ditë. Ti fole shumë bukur, po mirë unë që isha në piknik sot, po ti pse s'dolet protestoja? Këtë më thuaj mua, se ke 2 orë këtu që s'pushon. A më ftove vete pikniku jo dhe erdha? Si mund t'i thoja mu pikniku tënd jo, dhe shkoja tjetë është të gjirem? Barbekys time, qofteve të mija jo. E këtë qërë punëtore me barbeky, me proshutra, me... Ku diun me ato s'qaka jo, si ka jo, shnicë. Ku diun ti hëngre ato? Edhe adiku e bëm piknikun, në gjitë me kampin e punëtorëve. Ndajt, që t'jemi... Nga liqenit thash po se ke mendjen. Apo e drejt, që t'jemi punëtorë... Në sa piknik që ke qënë sot? Urdo? Publicitet, në sa piknik që ke qënë sot? Që s'di ku ke qënë? Isha të sindikata tjetër. Bravo, vajza, bravo. Sa bukur më. Qa karikaturë kemi sot? Çfarë karikaturë kemi sot? Një për ty. Ja, urdra. Pse është për mu kjo? Ja, komentoje se ti e me Interin. Nuk i di unë këto, ti Xhemi. Ne dim që po fitojmë një kampionat, nuk i di unë këto gjërat. Megjithatë, portierin e tërheq Leku si me magnet për me lon golin. Pra, Leku hap portën, i themi neve. Ashtu e thonë ju? Fakt, Leku hap çdo portë. E vërtet. E vërtet është. Pra, po pa të lek, hapet porta na. Vetëm futu. Po hapet porta, ai hidhet u i përpjet e yt. Monitorime. Juli, si mendon ti? Më mirë i pasur apo i famshëm? Deri tani kam provuar i famshëm, drejt me thënë, po të dyja është mirë, A ka ënda ti je i pasur? Ma ka. Dëgjoj, as të orienton Redi, dëgjoje. Ka shumë njerëz të cilët kam parë televizionin nga jashtë, i duket si gjë shumë e bukur, vdesin të jenë famshëm, pa arsye, po, okej, kuptoj që do t'jesh i famshëm, po më mirë është t'jesh i pasur, besoni, do t'jesh i famshëm. E shikon, është mirë t'i kesh të dyja, thot. Po jo, pra, s'tha kështu. Tha, është më mirë që t'jesh i pasur. Lërin i famën, se nuk ha buk në vendin tonë. E, po, që të bësh? Po, okej, kuptoj që do t'jesh i famshëm, po më mirë është t'jesh i pasur, besoni, do t'jesh i famshëm. Më mirë. Dhe aty mund të blit që ka i toksiciteti, po... Por e të të bëj një pyetje kështu popullorçe, si i thonë. Vetëm mos më pyet çfarë shenjë horoskopi jam. Jo. Po pse nuk bashkoheni ju, ë? Ju brenda PD-s që të bini dakord me njëri tjetrin. Po ç'pun ke, po ne jemi parti e madhe, me si mund të bashkohemi? Ta s'po bashkohen këtu të voglat, bashkohemi ne të mëdhtë. Tani pyetja ime është e drejtë për drejtë. Por pse nuk bashkoheni ju? Se shiko, është shumë e thjeshtë, tani do ta bëjmë kështu popullorçe. Na çmendet, nuk bashkoheni me njëri tjetrin, çdo pse nuk bashkoheni. Na çmendet, nuk bashkoheni me njëri tjetrin, çdo pse nuk bashkoheni. Tani jeni subjekte të reja, mund të bëni bashkë. Varet për çfarë bashkimi e keni fjalë. Juli, po mendoj Juli se zgjedhjet vijnë shpejt djalë. Nuk e mendojmë fare, s'ka bashkim. Ta bëjmë kështu popullorçe.
Na çmend ata, nuk bashkoheni me njëri tjetër, çdo pse nuk bashkoheni. Tani, jeni subjekte të reja, mund të bëheni bashkë. Varet për çfarë bashkimi e keni fjalën. Julia, jam shumë kurioze të shoh se si e kalon ti kohën në telefon. Ma jep pak ta shoh lutem. Unë ty telefonin, ç'po kam unë. Më shoh pak screen time, të lutem. Na. Belioza e ka 5 orë e 21 minuta. Që kemi kokë më kokë. 1 orë në WhatsApp, 2 minuta në Telegram, s'ke folur. Normal. 27 orë në TikTok? 27 orë në TikTok, e? Po çka kjo ka marrë nja 4 ditë bashkë, se s'ka mundësi. Po Lora s'pas ke fare, Julia? Kam, po nuk i luaj. Ja, zonja. Screen time është në tërësi. Sa ke Alba? 6 orë e gjysë. 6 orë e gjysë. E ka Alba. Sepse unë luaj edhe një lojë, kështu që 3 orë është ajo loja. 3 orë e lojë. Unë nuk kam kështu loja, unë kam vetëm për punë. 6 orë e gjysë ke. Moj, qa bëhet shumë ja, po s'ka fare privatësimi. E më mirë dhe ti. Faleminderit që na ndoshte dashur miq, ishte për tu larguar Julia. Di që është rënd ky moment për ty, por e kanë fjalën vajzat. Vajza, hajde. Me kratleta vajza. Ja. Gjeni.